para çdo ndeshje, po edhe në vazhdimsi, e them edhe e ceki faktin që arsimi mbi gjitha është një familje, nuk është vetëm një klub. Ne jemi munduar që në fillim që këtë moto, këtë mënyrë organizimi, ta instalojmë të gjithë lojtarët e ri që kanë ardhur dhe janë bërë pjesë e klubit tonë. Jemi munduar të njëjtën ta bashkangjisim edhe me tifozët, edhe me stafin dhe gjithë antarët që punojnë në klubin tonë. Ka qenë jashtëzakonisht e vështirë fakti që ti duhet në ringritesh sa herë që bie. Edhe unë si natyrë çdo herë kam qenë më i zëshëm edhe kam qenë më motivues për klubin në momentet më të vështira të saj. Për shkak se në momente gëzimi gjithë jemi në eufori, gjithë gëzohemi, gjithë themi fjalë të mira, dashamirëse, fjalë miradije, por realisht është shumë e rëndë dhe shumë e vështirë gjesh fjalët e duhura në momentet jo të duhura. Ne kemi pasur disa momente të tilla gjatë këtij viti, por edhe gjatë viteve të kaluara, po megjithatë me këmbë në tokë, me shumë fjalë pozitive, fjalë të mira, edhe mbi gjitha me shumë besim tek njëri tjetri, ne kemi arritur të ringrihemi. Unë mendoj që me moton që e përmendi edhe profi, por edhe me moton që asnjëherë nuk duhet dorëzohemi drejt qëllimeve tona, ne kemi apëruar shumë suksesshëm këtë rrugtim. Falë Zotit, momentet e vështira nuk kanë qenë shumëta, po megjithatë ndonjëherë kur mësohesh me fitore është shumë më e rëndë ta motivosh grupin kur humbon ose kur nuk ka rezultate të cilat priten. Po megjithatë uniteti që na ka karakterizuar me thënë si klub, si ekip, si familje, na ka mbajtur gjallë, na ka mbajtur të motivuar, edhe na ka mbajtur të ushqyer për realizimin e kësaj ëndre. Ne si kryesi, domethënë, jemi munduar të qëndrojmë shumë afër, edhe me lojtarët, edhe me stafin, duke u bërë të ditur atyre që në këtë rrugtim jemi të zbashku, jemi të barabartë, edhe pavarësisht se si do të përfundoj, gjithë bashkarisht, qoftë fituar, qoftë më pak të fituar për shkak se me një familje fjalë humbje nuk ekziston, do t'ja dalim së bashku. Ky ka qenë motivi, kjo ka qenë motoja, po falë Zotit, në fund ishim ne ato që u gëzuam, edhe unë do t'a them edhe një herë, familja pikërisht kështu funksionon, duke filluar nga i pari deri tek fundi, gjithë barabartë, gjithë me motivin dhe punën dhe sakrificën që e bëjnë, hapërojnë drejt më së mirës, ajo që e përjentuam ne si klub në fund të këtij sezoni.